Tashti thonë që Berisha shkon në Amerikë, pavarësisht se së shejtë non grata. Për ik natën. Si më natën klandestin nga Meksika. Jo, mua më habidi qka. Ore, ti bënë si budalla apo je vetë? Të shi bëhet fjalë që ti hik në Amerikë, apo bëhet fjalë që ti ke njerëz që të vinë të mbështesin që në thonë një gjo, që për udhëheqjen tënde 4 vjet që do udhëheqësh një popull, një komp, ti më ke mua që do sjell investime, do bëj investime, do kemi këtë. Nuk ka asgjë të tilla, e kuptoj se në çfarë po diskutojmë apo jo. Sepse përpara do më thënë në gjithë zjetë e tjera, vini për shumë nga BE-ja në kratë Berishës që që kur ta marri ky, të gjithë investimet janë gati. Të që janë tuar në kratë Ramës, do vinë pas sa ditësh. Po s'kemër që në kratë Ramës për ditë, do për ditë a i po sjell, do më thënë, edhe kur shumë. Po tretë, që vinë. Po sa të mëdhenjë janë, po. Ato po e po më... Tani, ato po të shikosh, për shumë sepse e kam vërë edhe këtë idiotizm, sepse qas thuet në kanalet tonë, se nuk e qa thu mo, kur do me në gjallë një të vdeku, nuk e qa thu, do thush gjithë idiotizmat që të kemë si me e thunë këtë tokë. Shikon, në base e kam thënë edhe këtu, po ma ka thënë shumë bukur një nga këta të bëdët. Por ne jemi në halë matha, na kam betë gjenazi, janë shpis, na e merë as spitali, as barezë. Po është mos e vërtet më tani dhe ne po bëjmë një sqarim pa pas sa më këtë se mu vjen shumë keq nga ato dhe disa vetë do shpëtojnë nga aty, do shpëtojnë sa t'hike ku t'hike shkejt, e ka pëtojnë 180 lugat, ato do e majnë kështu si mumje, nese. Qa ndodh për para, që i mbajmë më në gjithë zjedit, vinte për shumë papaeja, në kratë Saliu, të thonë një gjo, sa të vi Saliu, ne kemi vendosur bëjmë rrugën e kësaj, rrugën e asaj, këto rrugë që i qatë Saliu, gjitha. U pritë se do bëjmë edhe një fshatë si për ati fshati, do bëjmë këte qasë bota, më këto. Ta është i ka ngellë vetëm Lasivita që do lekët në fund të mujtë. Do nuk është, pak në të vite Lasivita me në i shok, e këpës që vija thotë një gjo, këj shoku im, i kaca lekat, me gjo. Pra, janë të marun, kurse po flisja për shumë që thonë, nuk kanë zjerë akoma Rama programin. E kanë zjerë, po prandaj pra po thonë, ore, dje më ishën në emision, thë, s'ka program, ore kanë zjerë dje prezentoj programin, par dje, kur e prezentoj që ishte ajo që e bëri me në Zoom, që kishte vënë gjithë ata dhe këtë dilte edhe të bëndë, ore ka prezentu program, s'është programa i, ka prezentu. Ma levar, gjdo dit, po të shikosh, 24 orëshin, a gjdo dit ka i program, thot, kjo rruga, thot, ja ku është 3D-ja ka mbaru, kjo jemi në punim do mbaroj, këtu do bëhet kjo, atje po mbaroj aeroporti, më program se ka qa kërko me bo. Në fakt, opozita, do më thonë gjërat që ajo duhet dilte se si ti mund të luftosh korupcionin, qëfar forme, sepse dhe kjo, do më thënë, gjua që përdorë opozita, në fakt nuk mund të përdorësh në botë. Të lloj idiotizmi, më kuptu për shumë që, nëse do iki tani do vi unë që ta luftoj korupcionin, në fakt nuk lufto as ti as unë. Janë ca instrumente që ashtu. Unë mund të them për shumë, do iki tani, po unë do ndroj atë shefin e financës, tash me qikë sens që do më drejtë shefin e financës që të rregulloj korupcionin. Më kuptove, po kur ke mbaru nga idetë dhe lafet dhe gjithmonë mundohesh të ullësh tjetrin, pra nuk e ke me zemër vendin, se po ta kesh me zemër vendin do studiosh se çfarë i dhem ti vendi, apo e kam gabim. Kjo është. Po ti e ke si ta nxjerrësh keq tjetrin, dhe kjo lloj opozite duhet vdesë në fakt, sepse dhe bota moderne ne po shohim nga Trumpi, po hec me gjëra tjera. Trumpi thotë, "Këti do i vë kështu, këti do i vë kështu." Ti do lëpish, këtu do na vinë. Këtu do hap fabrika. Pse do i hap fabrikat? Sepse është kështu. Pra Trumpi nuk e ofendo kombin amerikan, që thot një gjë. Ai tha tajvanezit, hajde këtu, i tha do hapësh do hapësh 2 fabrika, i kam hapur 2, edhe 2 tjera. Edhe 2 tjera pra shif sa konkret është. Po. Dhe
besoja dhe besoj se ka një muj kohë që të zgjohen dhe të flasin që konkretisht, mos flasin më idiotizmë, se e fryn njeriu në shkret. Shiko, ngatrojnë një gjë shumë të madhe, ngatrojnë premtimin me programin. Sepse program është kur thot do bëj 2 fabrika salce, 4 fabrika rëçelit, një rafineri, po këtë s'po e themi se Dhe kjo do dali nga kjo. Do luftoj korrupsionin, për shumë që ta kuptojmë. Do luftojmë korrupsionin, pse si do bëhet, sepse do e fus në kushtetutë që të bëhet kjo. Më fal, këto ligje dalin për shembull për tradhtimin ndaj dheut, ose do bëjmë një do rëndoj dënimin. Do rëndoj dënimin, do kthej ligjet kështu, do ta fusim parlament që të vëmë një ligj akoma më të rënd, do bëjmë një tjetër konfigurim të prokurorisë një tjetër. Pra ka një do ndroj këtë mekanizëm, pra më fol se çfarë mekanizmi do ndrosh. Jo vetëm kjo, në përgjithësi këta që duan të vinë në pushtet, nuk është se merren shumë me korrupsionin. Sepse korrupsioni së pari është çështje që e ka çdo shoqëri. Qysh se ai pari fisit tha ky cepi guvës më takon mua, tha aty filloi të lëvizej që korrupsioni dhe favorizimi. Një shoqëri, edhe në shoqëritë më të korruptuara, ai që do të vinë në pushtet nuk flet për korrupsionin, nuk rritë merret me korrupsionin. Por flet për le themi për programe të cilat do rrisin punësinë dhe duke u rritur standardi i jetesës si një shoqërie, vetiu vjen edhe lufta kundër korrupsionit. Kush janë vendet më pak të korruptuara? Ato vende që janë më të pasura. Sepse ti e ke thënë vetë një herë, kur doja ti falsha 200-400 sterlina, ai tha, ti o do m'japësh, tha 400.000 sterlina, tha që unë ta le punën time, se mu po më zunë, tha nuk ja vlen lëkura që do le me këto 400 sterlina. Eksaktësisht. Kështu që të flasësh. Këtë që po të them, që të kuptohet, që ta mbyll, që edhe të marri kokë muhabeti, pikërisht këtë që po them, pra nëse ti do vendosësh mekanizma për të luftuar korrupsionin, atëherë unë po dëgjoj, dhe nëse ti gjatë gjithë këtij muaji do të flasësh për mekanizma se si ti do ta ndalosh korrupsionin, për shembull, një mekanizëm është që, okay, këtyre që punojnë këtu do e kenë rrogën kaq, po nëse do kenë rrogën kaq, do kenë shtëpi falas, po nëse, siç e ka bëu Anglia, për shembull, po nëse unë të gjej me defekt në këtu, çdo gjë të konfiskohet, am kuptoj dhe ti del me vit kuqe që nuk ke punosh në asnjë vend. Po marrim, dhash një shembull shumë banal për kuptu, domethënë që nëse do merresh me instrumentat që do vendosësh për të ulë korrupsionin është tjetër gjë. Po që ti do morësh një recept të vendosësh në vend tafilet dhe do më thuaj që ndryshosh korrupsionin, këtë nuk ta mbat dot një logjikshëm. Edhe sepse çdo shef finance, çdo drejtor, çdo njeri që ka mundësi që të bëjë korrupsion, në momentin që shikon që ka një frym e cila nuk bëhet me brikma, e mbledh dorën, thot, voda sa voda, këtu po ndërpres këtë punë se po më gjen në zeza. Amarido, unë shkruaj ta në status, po edhe duhet ta tregoj këtu. Kjo puna e opozitës që thot vetëm korrupsioni, dhe vetëmja gjë që thotë është do bëj pensione 200 euro, këto 300 euro, do rrisë rrogat. Këto e në fakt është një histori shumë e çuditshme, e bukur. Italia para bashkimit ka qenë e ndarë në 2 pjesë, po pjesa e jugut u quhej Mbretëria e Sicilisë, e 2 Sicilisë ose e Napolit që e njohim ne. Ka pasur industrinë më të zhvilluar të përpunimit të stofrave tekstileve. Hekurudhën e parë në Itali kishte bërë anijën e parë me avull, kishte një ndër flotat më të mira në botë, kishte edhe një ndër ushtrit më të mira në mesdhe, le të themi jonë botë. Ç'a bëjnë anglezët? Anglezët kishin frikë se kjo mbretëri me këtë flotë kaq të mirë dhe ushtrinë mirë rrezikonte pozitat e tyre. E mendonin në fakt ata as e kishin në mendje fare ta bënin këtë punë. Harrohet edhe një art e kulturë shumë të zhvilluar. Po. Ç'a bëjmë, paguajnë shtypin.
Korrupsioni, hajdut liku, bujqim, yll fare. Edhe sot e kësaj dite, Italia Jugut ka ushqimin të mrekullueshëm. 1-2 vjet korrupsioni. I ditë bukur, i thonë kavurit, pse ke bashkon ti Italinë, thotë. Bashkojnë në këtë kohë. Mbretëria e Piemontit ishte ndër mbretërit më të lodhura, më thënë. Po si t'ja bëj, thotë, po merrja 1000 mercenare dhe marrin Garibaldin, atë që kanë bërë hero kombëtar, po italianët është ajo teoria që mbyllet mos fol se çka ka qenë. Se çka ka qenë e dim ne. Garibaldi lej aty dhe ulu. Atje monumentin këtu për çdo qytet nga një monument, mos pyet kë kishte bab, kë kishte e ka pas bërë njëri këtu në Shqipëri. Nuk duhet të zas për gruan. Jo. Shkove lule. Po shkove lule atë ndullet muhabeti. Edhe mercenar në Amerikën Latine, Garibaldi e thotë hajde, po jo po se po më del leku këtu, pa ai se do t'japun më shumë. E mori 1000 veta ai. Mori 1000 veta, po i tha ku qa ti bëj me 1000 veta, kjo është ushtria me e mirë. Ku ti babi, mos e ki probleme. Dhe flota angleze e shkon një ditë në qirin e Napoli dhe thotë, si miq, si kështu. Filan ditë, zbarkon Garibaldi, ja kërcet flota angleze, fundos gjithë flotën e Napolit, Garibaldi futën ka tjetër, ushtria ishte çoroditur, nga do t'i binde, nga do t'i shkonde, ndërkohë populli kishte ç'është ky korrupsion, ju hajduta do na bëni neve bambë. Italianët e Jugut sot e kësaj dite Garibaldi në quajnë që ka bërë genocid, ka bërë krime kundër popullatës, dhe në fakt i ka bërë, është duke fshatarat të tërë që nuk pranonin të bashkoheshin me Italinë. Feudalët, pronarët e tokave, ikën që të gjithë dhe morin në sotri mafia, asnjëri s'flet pse është krijuar mafia, që është krijuar nga Bashkimi i Italisë, nga këto, jo, thonë fenomeni keq që duhet luftuar. Po ta kam fjalën, shiko këto strategjitë e Anglisë që ti i njeh shumë mirë dhe i ke shpjeguar këtu. Korrupsioni, ndërkohë asnjë vendor. Ore lera të korrupsioni, ja ka bërë gjë për mua. Po janë rrugët më të mira. Spitalet më të mira, ka probleme më tepër ka probleme me personelin sa me hotellerinë e spitaleve. Po ç'a do bëj? Po ky thot do dyfishoj rrogat ky tjetri. Po ky herën e fundit që ishte të vrisnin bodyguardët dhe të palosnin në bulevard kur protestoi burrë. Pra njerëzit nuk unë besoj tash që mbas 150 vjetësh ka ndryshuar psikologjia, 170 vjetësh. Por kjo strategjia e korrupsionit që unë do luftoj korrupsionin, funksionon dhe në fakt ai që vjen është edhe më i korruptuar, është shteti italian i sotëm është ndër më të korruptuarit në botë. Ne të gjithë e dimë se çka korrupsioni ka në Itali. Pra nuk është se jep zgjidhje ky person. Nuk është se po nuk është nevoja për të thënë zgjidhje dhe besoj se shqiptarët ne do flasim gjatë gjithë muajit për këtë dhe prandaj është një program interesant ky. Problemi është që shqiptarët besoj që të arrin të kuptojnë fare mirë se ku janë dhe ku duan të shkojnë. Natyrisht janë të pakënaqur, është një sistem i tillë që prodho korrupsion. Domethënë, unë përgjithsisht kur bëj një analizë për diçka tani, me sinqeritet vendos veten time në atë pozicion, edhe kur e mbroj dikë. Sepse për mua logjika qëndron kështu që janë ca pozicione jete që të bëjnë të bësh një veprim apo një X gjë tjetër. Dhe siç po e shikojmë, shteti është më i thjeshtë dhe shumë i komplikuar se duket. Pra, më i thjeshtë se duket, po edhe më i komplikuar se ç'mendohet. Pra, më i thjeshtë është kjo. Çdo shtet ka nevojë për një gjetje. Ai ka Donald Trumpin që çdo gjë e zgjidh me anë të forcës. Një tjetër ka një gjeni siç është Dubai, që thot dua më të madhen, më të lartën, më të shpejtën, më kështu. I tjetër ka diçka tjetër. Një tjetër ka një artist, ai tjetri kishte në Monaco kishte mbretin me anë të një martese. Pra janë gjithçka në këtë tokë sot, në këtë botë janë vetëm gjetje.
çfarë do gjesh ti për këtë lloj shteti që ky të funksionojë. Një gjetje shumë interesante ishte për Greqinë përpara, për shembull se si të bësh një vend turistik. Hajde këtu se ka qenë Akili, Akili s'merret vesh se ku mund të ketë qenë. Jo, po s'merret